kemi arri deri tek tema familjet e tona do ta posedoj një edukat që dita ditës po zbehet edukatën e faljes. Që ta falmi antarin e familjes, sepse me falje na e përvetsojmë antarin e familjes. Me falje na e ofrojmë, fusmi në ombrellën tonë. Me falje na ja mohojmë edhe shumë rrugë të këqija dhe gabime të mundshme që mund t'i përsërit ai apo ajo. Në moment kur mungon falja, i hapën mundësitë e ndryshme, për rrugë të ndryshme, për të fut në ujëra të ndyta, për me hub vetën e tij, dynjan e tij edhe ahiretin e tij. Andaj dashurit e mi, një nga begatitë më të mëdha që Allahu i ka dhënë njeriut është familja, por kjo begati nuk mund të ruhet nga nuk mund të qëndroj përveç se përmes një cilësies. Ajo është cilësia e faljes. Sepse aty ku mungon falja, hyn urrejtja. Aty ku mungon mëshira, hyn ftohtësia. Aty ku mungon durimi, prishet çdo lidhje. Për këtë Zoti Dhul Gjelal na ka urdhëruar në Kur'anin famadh dhe na ka thënë Zoti Dhul Gjelal wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Le të falni, toleroni njëri tjetrin. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve? E Allahu Dhul Gjelal është falësi më i madh. Ky ajet na mëson se falja nuk është dobësi, por falja është rrugë drejt faljes së Allahut Dhul Gjelal dhe mëshirës së Allahut Dhul Gjelal për t'na kaplu neve. Allahu thot në Kur'anin famadh wal kadhimin al ghayz, ata që përmbajnë zemrimin, wal afina anin nas, dhe ata që i falin njerëzit, wallahu yuhibbul muhsinin, se me të vërtet Allahu i don të mirët, të cilët janë falës dhe falin. Dashurit e mi, ata që përmbajnë zemrim dhe falin njerëzit, i don Zoti Dhul Gjelal. Falja është shenjë e forcës, e kontrollit dhe e besimit të vërtet të njeriut. Falja nuk është gjithmonë e lehtë, absolutisht. Falja nuk është gjithmonë e lehtë. Nga njëherë lëndimi është shumë i madh. Fjalët janë të rënda dhe pa drejtësit janë të paharrueshme. Por shejtani e zbukuron hakmarrjen dhe i pëshpërit njeriut duke e trimnu, duke ja bërë kokën e fort, duke i thonë qëndra në këtë mosfalje, ti do të jesh një burr, njerëzit do të lavdrojnë tyje dhe të njëjtën kohë ti keme u cilësu si nga njerëzit që nuk lëshon pej edhe në familjen tone. Mos fal, thot, sepse do të dukesh i dopt. Kështu thot shejtani. Por e vërteta është ndryshe. Profeti alayhi salatu wassalam ka thonë, nuk është i fort ai që mund të tjerët, por i fort është ai që e kontrollon vetveten e vet nga zemrimet e mundshme. Pra sfida e faljes është betej e egos ton. Ai i cili fal mas parin familje, sepse hidhrimi me kanë është më i madh. Hidhrimi më i madh është me tonin, në këtë gjuhën tonë, me të afërmin tënd. Për këtë arsye, sot ka e gjem hatrushëm që janë nuk flasin me zveti, familjartë,
Me të hujt fol, komunikon, shumë në rregull është. Me familjarët nuk komunikon, sepse i hyti ta një aftësin tanë, mundësin tanë, vizionin tanë, edhe ka dëshirë më të stagnu dhe më të stopu. Mos folja ka pasoja. Kur folja mungon, zemra mbushet mlef, bashkëshortët largohen emocionalisht, fëmijët rritën me tensione dhe pasiguri, lidhjet familjare dobësohen deri në shkallën e prishjes. Sa familje janë shkatru për shkak të një fjole që ka mungu, fjoles më fal, dhe të një gabimi që nuk është harru. Ka shku, ka vdek, do thotë s'ja kanë harruat gabime dhe nuk ja kanë falen. Mos folja është zjarë që djeg mbrenda zemrës dhe shkatran qetësinë e familjes. Pse familjet e tona sot gjendjen ekonomike kanë në piedestal, shumë mire kanë, shumica absolute. Nuk ka rahati, nuk ka qetësi, nuk ka gëzim, nuk ka lumturi, nuk ka buzëqeshje, arsyeja i natën e mëzveti. Ka nevoj me fol bashkëshortën, nanën, vllain, motrën, trungun, deg, nëndeg, edhe kështu do thot me vazhduan. Mos folja është zjarr. Për këtë ka shumë raste kur familja nuk e ka fol dhe nuk e fol edhe sot vajzën apo motrën, që ka bëni përzgjedhje për vetën e vetë, duke e marrë një bashkëshort, pa lejen e babës, pa lejen e vllaut, pa lejen e familjes. Ajo ka kriju familje, ka lind djemë dhe vajza, ka martu djemë dhe vajza, ju kanë bën një pa e mbesa, ka vdek e baba, nana, vllau, motra, ende nuk e kanë falën. Dashurit e me, ne nuk e miratojmë ato që vajza me u martu pa lejen e prindërve, pa lejen e familjarve. Jo, absolutisht. Duhet patjetër, duhet jetë përgjithësi ai që e jep fjalën. Po që ka ndodhën? Atëherë duhet me gjetë rrugë të mira që te, tash e tutje, e lumturan vajzën tane, nuk ja shkatran jetën. Kjo dynja nuk është 100 vjeçare, kjo dynja është 5-60 vite. Andaj kemi nevoj edhe në kësi momente do thot me falën. Djali ka bo një gabim në familje dhe familja e ka largu. E ka largu familja. E me largimin, ai nuk është përmirësu. Mirë, po vetëm shka u thellu në gabime dhe në gjunaje të shumëta. Prindrit duhet jenë shumë të menqër për ta afru, për ta qetësu, për t'ja dhënë edhe një shancë, për ta rehabilitu, për ta këshilluar nga njerë dhe me qërtuan, e me mbajt afër vetes për me ndërtuaj një karrierë dhe një jetë të mirë dhe të lumtur. Dashurit e mi, profeti Muhammed a.s. e ka dhënë shembulltyrën më të mirë për njerëzimin mbar e në veçanti për muslimanët. Me kaset e largun, e internun, ja konfiskun pasunin ati, e rahën, e maltretun, janë ndrune dhe emnin, nuk i thejshin ma Muhammed, se Muhammed do në të thot i lavdrum, mirë po i thejshin mudhemmem, i poshtrum, mirë po ai kur u kthy në Mekë si çlirimtar, tha, shkoni, jeni të falur ju. Sepse nuk kam punë me ju, kam punë shumë më të mëdha. Ata njerëz që mirën me gabimet e njerëzve, ata janë të cektë. Ata nuk kanë vizion për vetveten e burr. O burri ke bosa vite, po ti a je nishi tash. Çfarë po mirësh me gabimet e ty? Puno, vepro, ec do të tutje. Njerëzit e cekt mirën do thot përsëri, e dini çka i ka pason gjyshit tem, bablukit tem e llafe do thot të ngjajshme. Hazreti Ebu Bekri e kishte një të afërm që shumë ndihmojke në vazhdimsi. Mirë, po ai kur nuk e nalke gazepin ndaj Hazreti Ebu Bekrit. Edhe një ditë tha, prej sotit ma nuk e ndihmoj këtë njeri. Prej sotit nuk e ndihmoj. Mirë, po kur zbriti ajeti kuranor në kaptinën Nur, me ajeti numër 22, po,
tha unë do t'i fali, se Allahu Dhul Gjelal është falës dhe unë du t'a marrë faljen e Zotit, për atë që du me marrë faljen e Zotit, unë dua t'i fali njerëzit. Falja është qetësi, falja të njëjtën ku është qelësi i qetësisë së zemrës. Ai që fal njerëzit jeton i lirë nga pesha e urrejtjes. Familja nuk mbahet me drejtësi të ftohtë, por me mëshirë dhe falje. Nëse dëshironi paqe në shtëpitë tuaja, mbillni falje, edukoni veten edhe familjen për t'i falë të tjerët. Nëse doni rahati në zemrat e juaja, largohuni nga urrejtja e të tjerëve. Nëse doni faljen e Allahut, falni të tjerët. Dhe krejt në fund, ulemaja na thojnë, në krye me Imam Shafiun, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot, sa herë që shtohet dija e njeriut, shtohet falja e tij. Njerëzit të cekt, njerëzit jo aq të përgatitur intelektualisht dhe shpirtërisht, këta nuk falin. Thot, të falesh edhe kur ke të drejtën dëshkosh. Është nga cilësitë e njerëzve të devotshëm. O ti ki drejt me ndëshku. Ama cilësia e njerëzve të devotshëm është edhe kësa herë me fal. Shtëpia ku ka falje është sikur kopsht. Ndërsa shtëpia ku ka urrejtje është sikur burg. Mustafa Mahmudi thot, falja është harres e së keqës, por është çlirim i shpirtit nga barra urrejtjes. Falja nuk është harres e së keqës. Na me falje nuk më të thonë që të harrova unë gjithçka, por është çlirim i shpirtit nga barra urrejtjes. Shoqëria e fortë fillon nga familja e pastërt dhe familja pastrohet me falje dhe me dashamirësi. Shoqëritë që nuk mësojnë falje mbeten peng të konflikteve të tyre. Shoqëritë patjetër do të mësojnë falje. Për këtë arsye unë e bëj edhe një thirrje që e kam bën një herë, po përsëri e përsëris. Sot lokalitetet e tona është duke i kaplu një urrejtje dhe më e madhe për shkak të megjve. Jo që tu nuk e ke pas pikën një aty. Një faj e kanë të madh ata përgjegjësit në komunë, apo në ministri, apo ku janë, te katastari. Nëse kanë lujt pikat, ata duhet me dalë publikisht. Musliman, o ju shqiptar, o ju vllazën, sateliti ka lujt pikat. Kështu që me marrëveshje ti bëjmë këtë çështje. Për 1 metër mos me fol me vllaun, për një 15 santensh, du thot, mos me shku në vërrimin e vllaut. Si është e mundur kjo? Krejt ata që i kena përcjell, krejt e kanë lënë këtu, edhe na kemi me shku, do thot te ata. Për këtë arsye bëhuni ma mendje hapur, ma mendje ndritur, dhe ta dini se nëse je t'ja fol vllaut tan, babës tan, familjarit tan, kusherinit tan, oxhës tan, po hoxha mo gruja, po më thot, a di shakina hekna të fitu e baba, po le mare burat mendim, ti thuj gruas, elhamdulillah, jemi duke jalon familjarit tan, po aja po thot, a jalon vllaut tem, pro. Po jalon, dhe vllaut tan jalon, nuk është problem, ama vllau jam është vllau jam, nana, baba, oxha, kusherini, kojshia, krejt janë të shajt, dhe nuk lejohet ofendim, hatrim, linçim, sepse është ma let me marrë një mjet e me shku me thy qabën guri për guri, se sa me ndërmarrë një veprim të kundërlitshëm ndaj familjarit tënd. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Elhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli